Mirëmbrëma të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi ditën e sotme, sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit, për të sjellur pranë jush lëvizjet më të fundit rreth artistëve shqiptar. Pikërisht do ndaloj të flas për këtë vajzën fantastike, këtë vajzën të mrekullueshme që respekton të gjitha situatat, të gjitha ngjarjet dhe të gjitha vendimet në shtetin në të cilin ajo jeton. Do të flasim për Egli Takon. Ashtu siç na preku të gjithëve ditën e djeshme humbja e politikanit të shquar shqiptar zotit Fatos Nano, e njëjta gjë ka ndodhur edhe për Egli Takon. Egli Tako në një set fotografik të postuar në rrjetin e saj social Instagram, ka ndarë një mbishkrim në shenjë respekti për humbjen e liderit, për humbjen e pushtetarit i cili bëri revolucionin në Shqipëri, zotin Nano. Ajo ka thënë disa fjalë të ndjera dhe ka bërë një lëvizje që realisht rrallë moderator marrin vendimin për ta bërë. E veshur krejtësisht me të zeza, me syze të zeza, në shenjë respekti të zotit Nano, Egli Tako thot: me respekt të zisë kombëtare të shpallur nga Këshilli i Ministrave, dua t'ju njoftoj se Jezdej nuk do t'jetë më në transmetim ditën e sotme. Shihemi të dielën e ardhshme. Dhe Egli ka përzgjedhur që ditën e djeshme, në shenjë respekti, do me thënë që nuk do të ishte transmetimi i emisionit Jezdej, ta kaloj me nipin e saj, me çunin e vogël që e ka si zemër, dhe kanë përzgjedhur që me Range Roverin e saj fenomenal, do me thënë arritëm të kuptojmë që Egli gëzon një makinë goxha të kushtueshme, goxha të mirë, goxha të shtrenjtë, me Range Roverin fantastik, kanë përzgjedhur që të shkojnë në pranë një liçeni të vogël, të dhezin zjarr, aty me dele, do me thënë jetë si në fshat, të relaksohen, të qetësojnë trurin e tyre, të qetësojnë shpirtin e tyre dhe të kërkojnë energji të re. Dhe pikërisht Egli Tako këtë gjë ka bërë. Do me thënë, ka marrë një pçen e vogël, sepse fëmijët janë dashuria më e bukur dhe Egli ka treguar dhe në Big Brother që ka një lidhje të jashtëzakonshme me familjen, me fëmijët, me bebuçat që i do pafund, edhe të relaksohet me dele. Tani sa e thjesht është Egli, bazuar artistëve të tjerë, të cilët janë në klikimet e Egli që nuk binë në tokë. Do me thënë, ato artistë të merren me dele, të rinë me dele, kjo është ofendimi më i madh që mund të bënin për veten e tyre, por Egli është njëri normal. Është një gocë që është e thjesht, është me këmbët në tokë, nuk ka mendime të çthurura, nuk ka pritshmëri të parealizueshme, do me thënë mundohet që çdo gjë ta realizoj në formën më të mirë të mundshme me të gjitha kushtet e mundshme dhe ditën e djeshme është ndër të vetmet moderatore që ka respektuar shpalljen e ditë të zije kombëtare në Shqipëri në shenjë respekti për politikanin e shuar zotin Fatos Nano. Do me thënë, është kjo Egli jon që gjithmonë mundohet të jetë me këmbë në tokë dhe të jetë artiste shpirtërore, për faktin sepse i përjeton dhe i ndjen gjërat me shumë sinqeritet. Jezdej do të transmetohet të dielën tjetër, normalisht që kjo nuk do thotë që Eglit do t'ja ndaloj energjin, do t'ja ndaloj dëshirën, do t'ja ndaloj vullnetin për punën, jo. Egli vazhdon regjistron çdo të mërkurë emisionin, do me thënë emisioni Jezdej regjistrohet të mërkurën, ndërsa transmetohet të dielën, do me thënë ka një ditë regjistrimi kur regjistrohet emisioni, dhe pikërisht kjo është Egli jon e dashur, e cila na sjellën momente që bën që ne ta duam edhe ta vlerësojmë edhe më shumë. Do të thënë respekti që Egli bën për të tjerët ne na jep vërtet një
një mendje më të mirë, na jep një pamje më të bukur dhe ne e shohim Eglin në formën më të mirë të mundshme dhe më interesante. Është kjo Egli jonë e dashur. Tani, kur flasim për te arti, për te kënga, sepse kam edhe shumë mesazhe, shumë komente tiron, a din gjë ç'a do bëhet me Eglin, a do na sjellën ndonjë këngë, a do na sjellën ndonjë klip, mendojmë që duhet të vepron, është vonuar në solot e saj, në këngët e vetme, domethënë që mund të bëj. Egli ka vendosur që të jetë e qëndrueshme në skenë gjatë. Dhe normalisht ajo nuk mund të sjellën këngë vetëm për klikime, nuk mund të sjellën këngë vetëm për interesat e saj. Në kanali Zyrtari i Eglit në YouTube ju kthye Onimës, faqes me të cilën Egli ka patur kontratë. Do thënë ka patur kontratë për publikimin e këngës Jetë, për monetizimin e asaj kënge dhe kënga automatikisht ka mbetur tek faqja Onima. Tani nga ana tjetër Egli nuk ka një kanal, një channelin e saj në YouTube dhe me patjetër që ajo tani besoj që do vepron dhe do bën lëvizje në mënyrë të zgjuar. Që fillimisht një herë të krijon një kanal, më pas të bën rritjen e atij kanalit, që nuk është e vështirë për Eglin që të rritë një kanal, do me thënë e ka famën, dhe më pas do me thënë të fillon të investon në këtë drejtimin me arte dhe me muzikë. Por, ndoshta Egli e shikon veten më të qetë, më të lumtur, më të përmbushur në këndin e moderimit, edhe mund të mbetë një moderatore afatgjate në emisionet të ndryshme në Top Channel, edhe pse flitet që mund të jetë edhe moderatore në Fan Club, Big Brother, VIP 5-ën, apo qoftë edhe në këndin e opinionistes. Do me thënë, për Eglin janë hapur shumë rrugë, dhe në momentin që ti të hapen shumë rrugë dhe energjia jote përhapet tepër, atëherë do me thënë ti ke mundësinë të zgjedhësh, dhe derisa ti ke mundësinë të zgjedhësh, çdo zgjedhje që ta bësh, ndoshta mund të jetë pak e vonuar, por nuk mund të jetë e gabuar. Dhe në këtë rast, Egli, nëse përzgjedhen moderimin, nuk është asnjë gjë e gabuar, sepse ka potencialin, ka energjinë, ka fokusin që mund të depërtoj jashtëzakonisht mirë, dhe moderatorja e Eglit, do me thënë forma se si që bën moderimin Egli, i ka munguar tregut shqiptar, nëse të ta quajmë edhe moderimin çështje tregu, realisht sot është kthyer në treg sepse të gjithë luftojnë për klikime. Ndërsa nga ana tjetër, edhe në këndin e artistes, Egli ka e kam thënë gjithmonë, ka një ngjyrë vokalistike që të shijon, dhe mendoj që meriton që Egli të mbetet edhe artiste, por nuk ka asnjë gjë zyrtare dhe konkrete që Egli Tako do të sjellë së shpejti një këngë. Por kemi zyrtarisht nga ana e Eglit që do të sjellën emisione të fuqishme, do të sjellën Yes Day, një projekt gjigant. Kjo është Egli në të gjitha format e saj. Dua të marr mendimin tuaj.